Faleminderit. Profesor, vazhdojmë me të njëjtën pyetje për kandidatin konsensual. Kandidati për qenë konsensual, do t'jetë konsensual jo vetëm kur të votohet, do t'jetë konsensual edhe kur të propozohet. A është vështirë të gjendet një tjetër? Nuk është vështirë, sikur partitë duan, ata mund ta bëjnë sot. Zotëria Aliti tha se nuk ka kandidat mbi partitë në Kosovë. Një personazh, një person kaq unifikues. Besoj se ka, edhe nëse nuk i përket ndonjë partie, tani varet se varet çfarë quhet që i përket një partie. Ndoshta mund të ketë votuar për një parti. Dhe si qytetari i lirë një farë ka ushtru drejtën e vetë për ta votuar. Ndoshta këtë rast nuk mund të quhet, nuk mund të quhet që është pjesë e një partie politike, po nuk është problem në rast se ka qenë ose edhe nëse është i partisë politike, në rast se është një figurë përbashkuese në farë mënyre, jo polarizuese. Ndoshta mund të jetë i pranuar për krejt partitë politike, po si kandidat konsensual duhet të jetë edhe i propozuar me konsenzus, po edhe i votuar. Në rastit që përmend të Zonja Rushiti, ishte kandidat konsensual për të votuar, po si ishte kandidat konsensual që u propozu me konsenzus. Dhe kjo pastaj e bërit pamundshme zgjedhjen e presidentit. E qartë, profesor, faleminderit shumë që ishte sot. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit profesor, edhe një herë.